Krisht me ju të festojmë këtë datë, 6 prilin të vitit 1911, konkretisht ngritjen e flamurit kombëtar në Deçiç. Duhet pas parasysh do thotë thjesht se ngritja e flamurit nuk ka të bëjë vetëm me një ngjarje të themi kështu, hajde për momentin, mirë po një ngjarje e përgatitur shumë me kujdes për arsye se flamuri ishte kërkuar që në fillim të shekullit 20 që të ngrihet dhe si thamë edhe më herët do thotë thjesht është fjala edhe për një pararendse e pavarësisë. Malësia e madhe që nga viti 1479 bjen në sundimin e perandorisë osmane dhe do të qëndrojë deri në vitin 1912, konkretisht me 28 nëntor. Siç e dimë gjithë, kryengritja shpërtheu më 24 mars të vitit 1911, jo larg, këtu në Rapsh kur u sulmuan do thotë thjesht fortifikata osmane. Gjatë kryengritjes do të pas parasysh se kur flasim për kryengritjen e Malësisë nuk është fjala për një ushtri të rregullt që shpesh disa mendojnë, por është fjala do thotë për malësor, të cilët janë thjesht vullnetar dhe në start do të pas parasysh se masë e gjysma ishin të paarmatosur dhe një pjesë të mirë të armatimit e kanë marrë dhe nga vetë armiqtë e tyre kur i mundin. Një ndër ngjarjet e cila vlen për të cekë është kjo e sotme, pra thot me 6 prill, dhe fjala është ngritja e flamurit nga Nik Xherosh Luli, një i afërm krejt, pra një kushëri i Dexhën Lulit në Deçiç, i cili do të besi vrarë me 3 maj të vitit 1911. Luftime do të bëhen në të gjithë Malësi, do thotë duke përfshirë Hod, Grut, Kilmend, Kastrat, Shkrel, kryesisht në territoret e këtyre fiseve, ku do thotë kemë luftime të ndryshme duke përfshirë që nga Deçiçi deri në Kastrat, sidomos janë gjatë 6 prillit që thamë më herët, mirë po dhe ditëve në vijim për shembull Mokset, në Drume e tjerë, pra në Vran e kështu me radhë. Pra thotë luftimet janë pa ndalë. Për shkak të motit unë nuk do ta mbaja shumë, do thotë fjalimin, do ta shkurtoj pak, mirë po nuk mund pa përmendë 23 qershorin e vitit 1911, konkretisht memorandumin e Greçës, i cili përban nga 12 pika me kërkesë autonominë e Shqipërisë, ku ne pa vjen gjuha shqipe. Rëndësia e kryengritjes